Po, profesor, pritet tensionet të reja nga ajo çfarë tha... Nuk mund të pritën tensione, në fakt, ka disa që bëjnë provokime pa lidhje, si për shembull aty Kush bën provokime pa lidhje? Për shembull disa aty në të vendi ku u shtru Gurthameli Urës, e kanë qitë mbi atje banesë një flamur të madh tu QK-s që bjen karshi, domethënë banesave serbëve, dhe kjo tek ndërkombëtarët që janë aty, sidomos Gjandarmeria që runë në urë të Ibret, e shikonin si një diçka që çka për duhet kjo, pse duhet mu provoku situata pa lidhje, nëse ura është një nevojë për mu kalue, çka duhet një flamur i cili e ka vendin muze, se duhet ai me dalë aty në vendin ku do të hapet një urë e re. Këto gjëra pa lidhje sigurisht që duhet të evitohen. Une besoj që edhe kur të hapet ura kryesore, nuk duhet lejuar manifestimet të cilat bëjnë, si të them, parada aty manifestive tjere mbi urë, sepse është krejtësisht e panevojshme. Ura do të hapet normalisht, policia do duhet të qëndroj aty, njerëzit që bëjnë provokime do duhet me njëherë të jepen tiketa dhe përprishje trendit të qetësisë, ndoshta edhe të arrestohen, por urat sigurisht që duhet hapet pavarësisht reagimit. Edhe në të kaluarën sarë kur ka pasur veprime të pakoordinuara, ka pasuar tensione. Kemi pasur përshkallëzime, çështja e targave, çështja edhe të tjera. Edhe çështje të tjera si targat dhe të tjera që nuk kanë qenë në koordinim me alatët, të cilat na kanë paralajmëruar më parë, më pas kemi pas përshkallëzime. Atëherë ka qenë situata kur kanë ekzistuar strukturat paralele në veri të Kosovës, strukturat e dhunshme, të cilat pak para Bojnskës janë larguar nga Kosova, kanë tentuar të kthehen në mënyrën për të organizuar kryengritje me rastin e ndodhisë në Bojnsk, kanë dështuar, kështu që tani nuk është një situatë e tillë. Nuk mundet mu tensionue situata vetëtim nga ona serbe, po që se nuk qohen pesh shqiptarët dhe pe budallokut vetë shkojnë e bëjnë veprimet pa lidhje, veprime provokuse tjere, që nxisin edhe qytetarë të thjeshtë të pa organizuar me reagu. Ata që i kanë organizu për protesta, që kanë bo blokada, barikada tjere, nuk janë në Kosovë. Ndërkohë Trialiaj sot Kurti e pati një përgjigje për deklaratat e ndërkombëtarëve, tha se unë jam kryeministër, unë vendosi. Pa i